Mira qytetarë dolën sërish në mbrëmjen e 21 marsit në rrugë në ato që u quajt natë e demokracisë për të protestuar kundër arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit Ekrem Imamoglu. Në ditën e tretë protestat janë përhapur në disa qytete kryesore të Turqisë. Kreu i Partisë Kryesore Opozitare të Turqisë deklaroi se 300.000 protestues ishin mbledhur në Stamboll menjëherë pas përfundimit të agjërimit të Ramazanit për të mbështetur kryebashkiakun. Në Stamboll forcat e policisë përdorën plumba gome dhe gaz lotësillës gjatë përplasjeve me demonstruesit. Përleshje u raportuan edhe në Izmir e Bosfor, ndërkohë në Izmir policia përdori makinat ujëhedhëse për të shpërndar protestuesit. Protestuesit u dyndën jashtë bashkisë së Stambollit pasi u përgjigjen thirrjes së Partia Popullore Republikane. Moshesh se përndryshe do të vi shpejt radha jote, thërrisin protestuesit. Disa mbanin në duar pankarta me parulla si mos kini frikë, populli është këtu dhe drejtësi, ligji drejtësi. Në fjalim të mbajtur nga Erdogan deklaroi se qeveria e tij nuk do dorëzohet përballë vandalizmit apo terrorizmit të rrugës. Përpara protestave të tjera të planifikuara, nuk do të pranojnë prishjen e rendit publik, theksoi ai. Autoritetet tentuan të frenojnë protestat duke urdhëruar një ndalim 4 ditor të gjitha grumbullimeve në Stamboll, i shpallur menjëherë pas arrestimit të Imamoglu. Ndërkohë guvernatori pro-Erdogan i Stambollit urdhëroi mbylljen e urave Galata dhe Ataturk, të cilat lidhin pjesën veriore me zonën ku ndodhet bashkia e qytetit. Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya kritikoi protestat duke cilësuar opozitën si të papërgjithshme. Ai njoftoi se 54 persona të tjerë janë arrestuar për shkeljen e ligjit mbi nxitjen e urrëties së armiqësisë publike. Përmes postimeve në internet, sipas ministrit, gjatë përleshjeve janë plagosur 16 oficer policie. Klima politike në Turqi është tensionuar pas arrestimit të Ekrem Imamoglu, kandidatit të vetëm të opozitës që konsiderohet një rival i mundshëm i Recep Tayyip Erdogan. Partia kryesore opozitare Imamoglu, Partia Popullore Republikane, ka thënë se arrestimi i Imamoglu është nxitur politikisht dhe u ka bërë thirrje njerëzve të dalin për të protestuar ligjërisht. Kryebashkiaku i Stambollit, i cili akuzohet për korrupsion dhe terrorizëm, pritet të merrë emërimin të dielën për të qenë kandidat i saj në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Një grup individësh të armatosur që udhëtonin me motociklet kanë qelluar 8 herë në dërtim të fasadës së konsullatës së Irakut në Stamboll, thonë një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Turqisë. Një sulm me armë zjarri ka ndodhur duke pasuar një sulm e konsullatës së Irakut, sipas informacioneve të para. Nuk ka patur të lënduar apo dëme materiale, tha Onkue Keçeli. Zëdhënësi shtoi se autoritetet turke po hetojnë ngjarjen dhe janë duke punuar për identifikimin e personave të përfshirë. Ai theksoi gjithashtu se ata që janë përgjegjës do të përballen me drejtsinë. Ndërkohë në Stamboll dhe Izmir shpërthyen përplasje midis protestuesve dhe forcave të sigurisë gjatë demonstratave të organizuara nga opozita në mbështetje të kryebashkiakut Ekrem Imamoglu. Lideri i Partisë Republikane Özgür Özel deklaroi se mbi 300.000 protestues morën pjesë në sheshin kryesor të Stambollit për të mbështetur Imamoglu. Kemi mbledhur 300.000 qytetarë, tha ai përpara bashkisë së Stambollit, ku protestuesit kishin grumbulluar. Në Stamboll, policia përdori plumba gome për të shpërndar turmën, ndërsa në Izmir autoritetën përdorën ujë me presion. Kryebashkiaku i Stambollit do të paraqitet në gjykatë për të vendosur nëse masa paraburgimit e tij do vazhdojë. Në të njëjtën kohë, në Turqi fshinje protestat vazhdojnë për të tretën ditë me mijëra qytetarë që dalin në rrugë për të mbështetur Imamoglu, duke çuar në përdorimin e plumbave kimik dhe plastik nga policia. Presidenti Recep Tayyip Erdogan dërgoi një mesazh të qartë duke deklaruar se Turqia nuk do të tolerojë asnjë kërcënim ndaj rendit publik dhe se qeveria e tij do qëndrojë kundër çdo forme vandalizmi dhe terrorizmi të organizuar. Policia përdori spray piperi dhe gaz lotësillës për zbrasur qindra protestues që u përpoqën në Stamboll të thënë një barrikadë dhe hodhën objekte kundër forcave të rendit. Për të shpërndar protestat u përdorin dhe makinat ujëhedhëse në Ankara, kryeqytetin e Turqisë, dhe në qytetin bregdetar të Egjeut Izmir. Dhjetra mijëra njerëz u mblodhen për të tretën ditë radhësi para bashkisë së Stambollit për të protestuar kundër arrestimit të kryetarit të bashkisë Ekrem Imamoglu, i cili është kundërshtari kryesor i presidentit Recep Tayyip Erdogan.